dy tema për të cilën do të flas sot me ju rreth protestës. E para është për fjalimin ose fjalen, nëse s'ka qenë fjalim, nuk e di nëse fundet në fjalim s'na hyn punë, të Edi Ramës, që ka quajtur protestën sot një protestë fashiste ose me frymë fashiste. Edhe on nga Top Channel lajmet, tek lajmet e fundit. Edhe tjetër është një shkrim që quhet kërkesat e protestës, që unë nuk e di të jetë sakt, por e pash në një postim të një miku tim, poet shqiptar Ymer Nurika, në Facebook. E pash këtë sapo u zgjova nga gjumi dhe përpara se të nis televizorin, me pa titujt e lajmeve kryesor që ndodh në botë, kryesisht që ndodh në Iran, edhe që ndodh në Shqipëri, kryesisht çfarë ndodh në protestën në Tiranë. Përpara kësaj ndeza në hapa telefonin, edhe aty më doli një post i Ymer Nurikës rreth kërkesave të protestës. Nurka thotë që më në fund erdhën dhe kërkesat e protestës. Unë si kam pa vend tjetër, neza televizorin, shkova tek lajmet në YouTube, nuk pash kërkesat e protestave në këtë çka quhet lajmet e fundit në Top Channel, por pash një fjalim të Ramës edhe përmbledhjen e fjalimit me tonët gati të Ramës edhe të këtyre gazetarëve në Top Channel. Edhe unë desha bashkërisht tash të flasim edhe për këtë protestën dhe fjalën e Ramës mbi protestën, këti maskaraj, këti idioti, ky është jo vetëm arrogant, por ky është njeriu më koti që ka pas ndonjëherë politika shqiptare, po edhe kërkesat, nëse janë kërkesat, duke i marrë si kërkesat mirëfillta dhe të vërteta, përderisa kështu i trumpeton Ymer Nurika. Unë nuk e di nëse janë, por nëse janë, të flasim pse më pëlqejnë, edhe ku unë për shembull nuk jam shumë i kënaq me ca nga kërkesat, po jam jashtëzakonisht me këtë kërkesën e kërkesave. Fillimisht, vëllezër motra, shikoni se çfarë thot ky idioti e Rama, do të dëgjojmë tash me kujdes. Ky ka dalë sot, edhe do të dëgjoni vetë, do të dëgjojmë vetë videon bashkërisht 1-2 sekonda. Ky thot që protestat bëhen nga njerëz me interesa të veçanta që janë kundër familjes Trumpit, edhe kjo thot zgjon pastaj në përbot atë interesimin që të merren me këta. Pra thjesht shqiptarët janë kundër Trumpit edhe Kushnerit, jo mërderri nonën. Nuk do ta tjetërsosh ti protestën. Protesta nuk ka të bëj fare me Trumpin, ma kush për në nonës fshihet mas Trumpit dhe mas teje. Protesta ka të bëj vetëm me vjedhjen e pronave, me falsifikimin e pronave, me shitjen e tokave shqiptare private apo publike. Kujdo qofshin ata më idiot, më maskara, më poshtër, më kriminal, ne nuk na intereson se kush fshihet pas këtyre fusanxhit pederasi punojotët të Dubait apo të Katarit, familje Trump apo familje Biden, nuk na intereson. Nuk është puna jonë se ç'bën ata. Neve na interesojnë falsifikimet që bëni me tokën tonë, që dalin pronar klysh të juj edhe ti, që hodh firmet për tokën për shitjen e tokës sonë me maskara. Jo se jemi ne kundër Trumpit, jo se jemi ne kundër Ivankës, jo se jemi ne kundër Kushnerit, nuk na rruhet trapi kush janë ato. Ne ngrihemi kush na ka dhjell pronat neve për kaq sa vjet. Kush del pronari tokëve tona me falsifikime. Kush pënënonë si shet pronat tona. Në qoftë se duam investime të huaja,
Masit zgjidhet prona, mosit dal pronari I sakt, mosit atit mos ketë mo asnjë lloj pretendimi, privati, në qoftë se është pronari privat, mund t'ja japi tokën me qira, për sa vjet qiran e merr pronari jon, për sa kohë që qeveria sigurohet që nuk është tokë shqiptare, edhe I plotson kërkesat e qeverisë, atëherë bëhet ndërtimi, po ja të vjedhin pronët tona, edhe kontratët e falsifikimet e pronëve dhe t'jo shesin të hujve tokat tona, jo po t'jo shesim edhe kufirin në Dibër, në Korç, në Gjirokastër, në Sarandë, t'ja shesim grekëve tokat, pronaret, t'ja blin fshatarëve, t'ja shesin pronareve grek më deri nonën. Edhe një vëllezër e motra, le të gjejmë pak tash këtë lajmet e Top Channel të zgaravinëve, që I bëjnë një hon fjalës e tij, sikur janë zëdhënësit e ministrisë dhe jo gazetarë të pambarë. Ja të gjejmë pak nga pak. Edhe nga interesat të jashtme dhe fushata dezinformimi që lidhen me kundërshtarët e Donald Trump, ndërsa shprehu shqetësim për anullimin e rezervimeve turistike. Ai dënoi Pra edhe herë, mënyra se si japin lajmet këta, e japin edhe theksojnë fjalën e Ramës, sikur kjo është vërtet që protestat janë fashiste, që protestat janë të kundër Trumpit. Nuk e di, kush ka thonë të fusin burg Kushnerin, kush ka thonë të fusin burg vëllezërit nga Katari, kush ka thonë të fusin burg çka quhet Ivankën, jo vëllezër e modra. Ne ky do ta interpretoj ashtu. Ne jemi kundër teje mor kryeshkurve dhe kundër gjithë juve që keni vjedh pronët e shtetit dhe të pronarëve, që keni falsifiku dokumentet, edhe që keni nxjerr pronar hije. Vetën e ju dhe boni çka doni ju me pronët tonë dhe e shisni t'ja falni të Shqipërit vogël. Botës. Pa di se I shisni vetëm që të siguroni karrikët e juja, kaq po e shesin Shqipërinë këto. Në radhë parë, unë nuk besoj që po e shesin. Në radhë parë, unë besoj që këta janë paret e veta, paret e këtyre që kanë bo me drogë, me prostituta, me vjedhin e pronëve, me zhdukjen, edhe bashkëpunojnë, jo që të investojnë vëllezërit nga Katari, jo që të investojnë Ivanka Trump, këto investojnë, këto bile u japin pare tyre edhe u japin aksione vetëm që të kenë emrin. Këto 100 sa milion dollar që janë bloku, unë nuk besoj që janë paret e vëllezërve nga Katari, unë nuk besoj që janë paret e Trumpit dhe Kushnerit apo të Ivankës, këto janë paret e Edi Ramës dhe kartelës e Edi Ramës, që I manipulojnë si shkanë falsifiku dokumentat, edhe I bëjnë sikur këto paret e drogës, këto paret që do të lajnë, sikur janë paret e investuesve të huj, I thonë investuesve të huj do hiqen sikur janë paret e juja, vjedhin pronët e tona, edhe ju falin tokët atyre që se neve mund të marrë neve qeveria juve së të marrë, do ja marrim kujdo që tjetë, se s'do I njofim kontratët e juja. Boni thirrje çdo investuesi që çdo lloj kontrate e dëshim, keni kujdes, se ne nuk e kemi Shqipërinë për shqitje dhe nuk du t'i njohim këta. Po, ta gjemi këta zgaravin, këtë kryeshkurve që ky uzurpon postën e kryeministit, nuk është zgjedh qeveria shqiptare nga populli, nuk mundet qeveria shqiptare të ketë legitimitetin e popullit, për arsye se kur bëhen zgjedhjet në Shqipëri, zgjedhjet janë bërë me patrazionist, njerëzit që paguhen me parat e shtetit vetëm për të imponuar dhe detyruar njerëzit e vet familjes të votojnë për Edi Ramën, këta janë patrazionist. Parlamenti që del nga zgjedhjet e popullit nuk janë deputet që I ka zgjedh populli, janë deputet që vehen në listë nga Sali Berisha dhe Edi Rama, kështu që parlamenti është parlamenti jo I popullit, është parlamenti ose stani I baktive të Edi Ramës dhe Sali Berishës. Qeveria që del nga këto zgjedhja është qeveri që s'ka legitimitetin e popullit dhe s'mund ta ketë, dhe sidomos tashti që është ngrit popullin protest, ky është një uzurpues. Ne po I themi këtij me protestën tonë, këtij dhe lakejve të tij,
largohuni nga postet qeveritare, largohuni sa më parë paqësisht. Ne kërkojmë thirrjen, bëjmë thirrje, kërkojmë që ju të shkoni në burg se atje keni vendin, por ne si protestë nuk do t'i fusim dot në burg, si protestues, për arsye se gjykatat dhe ligjet do t'ju dënojnë. Në qoftë se ju do ikni, do shpëtoni Shqipërinë të mos ketë gjakderdhe, mos të vritemi vlla me vlla e motër me motër, se jemi një kamp, pavarësisht bindjeve, pavarësisht për kë kemi votu, e votojmë, largohuni me paqe, edhe të veproj ligji, kur ligjin të ndërtojmë, se sot s'kemi ne as ligj as gjykata, do t'i transformojmë këto, do bëhen hetimet e pastërta. Në qoftë se jeni të pafajshëm, gjykatët do të jenë pavarur nga qeveria që do të vinë për shtet, pra nuk do të jenë në ndikimin dhe në urdhrat e qeverisë që do të vi, siç kanë qenë deri më sot në urdhrat tuaj të Berishës. Në qoftë se ju do të jeni të pafajshëm, do dilni të pafajshëm, të mbroni pafajësinë. Në qoftë se do jeni me faj, do paguani fajet një, por në qoftë se ju nuk ikni, me thirrjen tonë paqësore të largoheni, atëherë ju, jo ne. Po, kërkoni gjakderdhe dhe do t'ju aqajmë bargun, do t'ju heqim zvarë po kërkut këta, po nese kërkojmë këta. Le të dëgjojmë edhe herë se çfarë thot ky. Bullizmi në rrjetet sociale dhe kritikoi atë që e quajti frym fashiste, duke bërë thirrje për vetë përmbajtje. Në Tiranë u zhvillua të shtunën protesta e radhës kundër investimeve në zonat e mbrojtura. Në ditën e 14, qytetarëve ju bashkuan edhe emigrantët. Para kryeministrisë u dhanë mesazhe për rjollin dhe fëmijët, ndërkohë që protestuesit kërkuan largimin e Ramës dhe kastës së vjetër politike. Pra, gjojeni vëllezër e motra, kontradikt. Po vim ne nga Amerika, ne që jetojmë këtu në qeverinë e Trumpit, tashi për tashi. Po vim ne nga Anglia, po vim nga Evropa. Edhe ne jemi kundër Ivankës, edhe ne jemi kundër Kushnerit. O idiot, o maskarake, mashtru botën deri më sot, po nuk i blen kush më këto sot, se ne nuk jemi kundër investimeve. Ne jemi kundër vjedhjes si ke boti e mashtrimeve të tuaj deri më sot. Lëvizja vetëvendosje ka siguruar deri tani 51 mandate në kuvend. Pa u marrë me këta, më gjatë, vëllezër e motra, edhe një herë, Edi Rama dhe çdo klysh që shkon mbrapa Edi Ramës, Sali Berisha, unë nuk po shoh shumë se s'kan të shmbrojnë ato me Sali Berishën. Këto kërkojnë, ta interpretojnë protestën si ç'duan ata. Ju flisni për veten e juaj, për ata çka akuzoheni dhe pse nuk keni faj, për akuzat që keni mashtru, që keni falsifiku dokumentat, që keni shit tokat tona private, kur si jeni pronaret privat, tokat tona të shtetit, kur si jo kemi dhënë mandatin me shit, tokat tona të shtetit, për këto jepni ju llogari, se ç'është protesta, atë e shohim ne, dhe protesta nuk i kemi marrë juve të përkufizoni protestën, kush janë e si janë. Rama duhet largohet nga pushteti. Largimi i Ramës është për të shpëtu jo Ramën, se Rama do të përsekutohet si në pushtet, si larg pushtetit, por të shpëtojmë gjakderdhin. Mos të vriten as ato që i ke paguajt më pare, edhe i dëdëron, ose pari edhe interesi, ose frika nga ty dalin në të mbrojnë ty, po as njerëzit e popullit që protestojnë sot mos vriten për leshje kus është nevojshme. Për një zvarranik si ti nuk mund të marrësh në qafë Shqipërinë. Shqipëria është tashti në hapat e pakthyeshme të revolucionit paqësor. Ti së ndalon dhe s'mund të ndaloj askush tash këta. Ti vetëm do shkosh këto gjakderdhje. Ne kërkojmë edhe ty, edhe Berishën,
jo si kryetari i Partisë Demokratike, e jo ti si kryetari i Partisë Socialiste, se ne nuk imponojmë çfarë zgjedh partia juaj. Ju rini kryetar të partive, edhe do humni çdo zgjedhje që do vi, që do bëni nga këtë tutje. Ne nuk ju heqim juve nga partitë juaja, por ne ju dënojmë juve për krimet që keni bën për shtet kundër kombit, për shkatrimin çdo gjoja shqiptare që keni bërë ju të dy. Për këtë, ne kërkojmë dënimin tuaj. Në burg do t'i fuz drejtësia kur të vjerë, në qoftë se drejtësia do të vërtetoj, edhe ju do ta humni mbrojtjen. Prandaj largoheni. Ne nuk kemi edhe s'mund bëjmë thirrje Partisë Demokratike ta heq Sali Berishën nga kryetari i partisë, është vetëm puna e PD-s, por për krimet që ka bën për shtet, për vjedhjet, për falsifikimet, për shkatrimin e ushtrisë, për atë vjedhjet që u bën gjatë çfarë ishin të vefas, se çka qenë këto, çfarë që ajo piramideve, për këtë do jetni, për shitjen e detit në jug Shqipërisë, për këtë do të paguni si Çeço. Por duke u largu nga kjo se ç'është protesta, le të shohim protestën përmes kërkesave që ata kanë bë, edhe kërkesat unë si kam pa, por s'kam pse të mos e besoj atë që thot Ymer Nurga. Ymer Nurga ka postu në faqen e tij në Facebook një shkrim sot ku thot më në fund dolën kërkesat e protestës, sikur protesta do vite me kërkesat në xhep, akoma pa u formuar dhe më në fund se kishin prit gjatë këto, edhe ku janë kërkesat, ne i kemi ditë që në fillim, Rama në burg, edhe Berisha në burg, kërkesat tyre, i fut tjetër kush, që fut drejtësia që të vjerë më pas. Largimi nga qeveria, të formohet qeveria teknike, Shqipëria nuk është përshitje, Shqipëria nuk është të tradhtarëve. Ne kemi një tokë të vogël, s'ta japim të drejtën të shesësh. Mund t'ja japësh me qëra, pronën e shtetit, për aq vjet sa nuk cënon mbrojtjen kombëtare, për aq kohë sa nuk cënon interesin kombëtar, për aq kohë sa është transparente, për aq kohë sa një parlament gati gjys për gjys, dhe jo një parlament 84% që kontrollohet nga një parti, e miraton këtë lloj investimi. Atëherë, po them për pronën publike, që sa shpron publike, sa shpron ushtarake jona kjo e Sazanit, pavarësisht që s'kemi sot ushtri, do të kemi edhe duhet të kemi sa më shpejt. Nuk falet Sazani. Ne Sazanin mund të bëjmë aty rizorte vetë në qoftë se kemi mundësinë që kontrollohen komplet nga shqiptar. Ku s'do edhe ku ka një quhet një mbikëqyrje nga ushtria, nga parlamenti, nga gjykatat, që nesër po të kërcënohemi e kemi zonë mbrojtje, zonë ushtarake, është zonë strategjike. Por si të qoftë, çfarë janë kërkesat? Kërkesat si mas asaj që lexojnë këtu. Edhe të shikoj, pas ka 10 kërkesa, unë shoh që mungon 8 nga kjo, se unë e kopjova nga Facebooku, se s'di ta hap Facebookun, unë nuk i maj mend passwordet. E kam këtu në telefon të hapme, edhe në qoftë se unë hum passwordin, unë s'di si të hy. Kështu që e kam që ta hap këtu në kompjuter nga telefoni, e kopjova e çova në email këtë postimin e Ymer Nurgës, mbi kërkesat e protestës, e çova në email të Yahoo, e kopjova nga Yahoo, edhe hodha këtu në Microsoft Word, edhe që mos duket si nga lexim gazeta e pafund se që kanë kërkesa të gjata 10 kërkesa me disa nën pika, unë e kolorova në ngjyrosa e bëna me lara. Ymeri thotë që, se kam kopju nga Ymeri, ky shkrim që ka ose vika ose është sjell nga një lloj Milaim Nela, se kam gjuna herë këtë emër, nuk na intereson. Edhe kërkesat e protestës. Janë 10 kërkesa. Edhe të shikojmë kërkesat ashti se Ymeri edhe njerëz si Ymeri mendojnë që këto po e çojnë Shqipërinë mrapa. Që të mos lesh oligarkët, kriminalet në pushtet, të mos i lesh ata që të vjedhin pronët tona që ka të shkosh mrapa. Që të luftosh korrupsionin
e lartë në pushtet që ka të shkosh mrapa. Që mos i falësh e të vjedhësh të mbrësh pronaret e huj kundër pronarëve tuaj në pushtet që ka të shkosh mrapa. Këta janë mendime për mendimin tim, mendime lunatikesh dhe njerëz të poshtër që shesin çdo gjë, edhe nderin e familjes vet, se dun një Edi Rama mbret. Po që shikojmë tash pse ku qenë ka këto. Dorëheqja thot, kjo është si thon, nuk është një prej kërkesave, po kjo përmbledhen, gjithë kërkesat përmbledhen në dy pika, i quhen këta pika A dhe pika B. Edhe pastaj fillojnë. Pika A thot, dorëheqja e pa rivokueshme e Edi Ramës dhe qeverisë socialiste. Tashi, unë do të, se këto janë kërkesat, këto do të diskutohen, do të bëhen diçka është e pranueshme, diçka nuk është e pranueshme. Edhe një herë, e pa rivokueshme e Edi Ramës dhe qeverisë socialiste, unë këtu kam një problem, vëllezër e motra. Problemi im është, unë jam dakord dorëheqja e pa rivokueshme e Edi Ramës, edhe Berishës nga pushteti. Këta janë të falimentuar, s'duhet i pranojmë kur. Por jo e qeverisë socialiste se e lënë të nënkuptoj, ndoshta do të sqarohen më vonë, për arsye se nesër pas nesër, Partia Socialiste, me njerëzit e saj të ndershëm, e flakin këto udhëheqje që kanë sot, këto zërpus, Taulan Ballën, Belinda Ballukun, Edi Ramën po. Edhe kanë prapë simpatizantët në Shqipëri dhe fitojnë zgjedhjet. A nën kupton kjo që Partia Socialiste përjashtohet një herë për gjithmonë? Njerëzit që din të lexojnë e interpretojnë si duan. Kjo, për mendimin tim, ka prapë punë për të bërë, për arsye se ne nuk dënojmë popullin me bindje socialiste që mund të jenë prapë simpatizantë dhe përkrahës socialistëve të votojnë nesër. Por në qoftë se kjo qartësohet, që këto njerëz që kanë qenë aktualisht në këtë qeverinë socialiste, që kanë leju, kanë mëllësyt ose kanë qenë aktorët që kanë firmos gjithë këto aktet ligjore të shitje blerjeve, të manipulimeve, të kthimit tapive, me laf të gjithë këtyre kontrabandeve, natyrisht që këta duhet të përjashtohen një herë për gjithmonë, por duhet bos sqarimi që Partia Socialiste në qoftë se rinovohet nesër, edhe i heq qafet vetë këto krysh kurve, që kanë trodhur intereset gjithë shqiptarëve socialistë dhe demokratë, pra të qartësohet që s'kemi asgjë me ato që kanë bindje socialiste, ose s'din gjë çka është socializmi, e bindje socialiste, po e duan atë lloj partie të majt. Edhe nesër i heqin qafe këto kriminalë së gjysmë natyre, më shumë do t'i fusin burgje, në qoftë se do ikin jashtë shtetit, do të kërkojmë nga Interpoli që të na i sjellin. Nëse ikin pra, por ata mundet nesër, pas nesër, fare mirë edhe të fitojnë zgjedhjet, mas unë mendoj të paktën 2 vjet, se nuk është një gjë e vogël, është shumë komplekse dhe sofistikuar kjo për 37 vjet. Këta kanë bërë çdo gjë është vështirë, t'ja gjesh arranjat me 2-3 muaj. E dyta, qeveria teknike me mandat 12 deri 24 mujor për të realizuar këtë detyra, mu bilem gjanë pak, është jashtëzakonisht e pranueshme, 2-3 vjet. Se ndryshe do na vi Berisha në pushtet, jo Berisha ndoshta, se Berisha nuk e lejojmë, Berisha latri atje në partinë e tyre dhe s'do të fitojnë, mendoj unë, por edhe mund të fitojnë. Pra bëja është mëse sakt, aja është mëse e pranueshme për meje sa ko që sqarohet, edhe do sqarohen atë më vonë, që kjo s'do thot që socialistët dhe Partia Socialiste është e përjashtuar një herë për gjithmonë, që mos të marrë pjesë në fushata, edhe mos marrë qeverinë dorë. Kjo s'mund të ndodhë dhe s'duhet të ndodhë, dhe s'ka si të ndodhë.
Por, për sa i përket Edi Ramës, edhe çdo lloj ministrit kësaj qeverie, këto jo vetëm që duhet përjashtohen një herë për gjithmonë, por këto natyrisht që i pret burgu ndaj edhe këto nuk e çajnë kokën nëse do vriten shqiptarët që janë ngritur në këmbë dhe mbrojtësit e tyre, sako që ata rrinë në pushtet dhe rrinë gjallë. Tash shkojmë te kërkesat e para. Një nga kërkesat themelore që ata kanë mendu është anullimi i ligjit të korporatëve dhe investimeve strategjike dhe pezullimin e projekteve dhe kontrateve të rrjedhura prej saj prej ti ligji. Pra, çka thonë ata? Këto për të justifiku vjedhjet dhe pronët kanë zirë ligje. Këto ligjet e korporatëve, ligjet e kompanive, për investimet strategjike, edhe investimet strategjike kanë qenë me bo falsifikimet, që t'ja shesin të vjedhin pronët e tona, t'i falsifikojnë, pronët bot, edhe shtetërore, edhe pronët private. T'ja vjedhin shtetit dhe t'ja vjedhin privateve, të kryon kompanit me që gjojnë përnaret, edhe të bëjnë edhe shqitjen, mirë larjen e parave, po të shesin edhe tokat të tjera me $1. Ju a shesin atyre që të bëhen pronar që nga jashtë tokët. Këto natyrisht janë ligje antikombëtare, ligje tradhtare, ligje që shërben vetëm një shtreset lartë politike dhe popullit, varfërojnë popullin dhe pasurojnë atë shtresën që paret nuk i majnë madje në Shqipëri, po i majnë për banka jashtë shtetit. Kush është ai budall që të anulloj këtë ligj, e qunë po shkojmë mrapa, e qunë që po shkojmë ne në kohën e baktive? Ky është qytetërimi. O idiot, në kohën e baktive je ti, që letë mori çdo gjë që ke ti ta mor ai ka BDI-u jatë që do të erdhi ky, shif sa i madh është sa mali lart për rrufet e larta, është sa një hale që qelbi gjithë dynjan, more moron, more idiot, more psikopat. Si more të marrim në ligjet të tilla që i kanë nxjerrë ato për të mbrojt vjedhjen edhe për të mundsu vjedhjen e çdo gjoje të kombit shqiptar? Çfarë është kjo idiotësi? Që të pastrosh llumin e të shkosh ke liçeni i pastër që ka të shkosh mrapa? E dyta, anullimi i ligjit 7501 miratuar nga Kuvendi i parë pluralist në vitin 1991 dhe anullimin e pronësive të rrjedhura prej tij. Çka është kjo? Unë për vete nuk jam dakord me këtë. Kush jam, unë nuk prish punë, po kjo do thotë që ka mjaft në teza që jo të gjithë bim dakord. Në qoftë se unë e di çka është ligji 7501, që këta duan të anullojnë, unë mendoj që është kur ka të bëjë me pronat private, ka të bëjë me pronat mbi tokën të pasurive të patundshme që është toka. Unë e di që kur u prish komunizmi, edhe mund të jetë ligj tjetër, u shpërndat toka që ishte marrë gjatë reformës agrare, ishte marrë atyre që ua kishte dhënë shteti. Po shikoni me kujdes tash. Kur ka ardhur komunizmi në Shqipëri dhe mund të mos jem komplet i sakt, shprehsoj belerat dhe gallaret që kanë emër të keq në Shqipëri, domethënë ata të zotë të tokës. Ata mund të kishin qenë pasunik si Edi Rama, edhe mund të kishin qenë pasunik si kush është ndaj njëri pasur që ka dhënë çdo, kanë shkrim mjaft adzetar shqiptar pronot e tyre për çështjen kombëtare para 44-s. Edhe kemi këto maskari që shkatrojnë kombin për të pasuru vetë. Por u amorën tokën pronarëve të tokës kur erdhën komunistët në pushtet, që të bëjmë komunizmin, u adhëm fshetarëve dhe pastaj mas 2-3 vjetëve formun kooperativët bujqësore, fermët, edhe
u tham fshatarëve tokët e juja do t'i bashkojmë, të bëjmë kooperativa, t'i bëjmë përbashkëta. Edhe kjo do t'jetë vullnetare, mos guxohet t'i jepja dhe shkoje burgjeve të bonin kulak. Tashti u grumbullun tokët në 46-ën. Nga 46-a e deri në 90-ën, çdo shqiptar i madh e i vogël, si ata që s'kan pas asgjë, jetonin nëpër kasollë dhe punonin për beon, si ata që kishin pas ndoshta gjithë fushën e Durrësit, të gjithë kanë punu nëpër kantiere pune, nëpër këto kooperativa, nëpër këto uzina, kanë punu plakën, vdiqen, sa mbjetun, kur përmes komunizmi. Një punë kolosale, ku duhet shpërblyj madh i vogël. Kur u prish komunizmi, shumica jonë u dinim asgjë më për tokën. S'dinim kufin të tokëve. Po të shkosh të familja e gjokëve, familja ime e madhe, ne kemi pas mjaft toka. Ne bile, po të ulemi e të flasim kur jemi nda me njëri tjetrin. Ne nuk e dim kush janë kufit. Jo po këtu ndashe imja, jo po unë të kam shqit ty, jo po ti më ke... E jo të dim ne. Para asaj, para reformës agrare, mendojmë që kemi këto tokë, po nuk e dim ku mund t'jenë boshitjet, ku mund t'jenë dhondorat. Pra, ne nuk dinim asgjë në kohën e komunizmit dhe bile shumica e njerëzve s'donin toka fare, se kishin frikë se do paguajnë taksa vinin nga komunizmi. 7501 me të drejtë apo pa drejtë, do më shpërbleu dhe gjithë ata që kishin punu si sklever edhe nuk ishin as bukë të hanin, të gjithë e maj men ne që jemi gjallë, se si ushqeshin e më çfarë ushqeshin në të herë. Pra këta gjithë meritonin diçka, se shteti edhe u ndan e u shpërndan tokat. Tashti, në qoftë dhe në ato toka që janë shpërnda, më duket se dhanë certifikata përdorimi, sa e sa shqiptar kanë ndërtu shtëpia pa plan fillimisht. Është mush gjithë toka me prona mbi prona, ca i kanë shit, ca i kanë transformu, i kanë bo bizneset, ca kanë bo shtëpia atje. Ky liq kërkon një padrejtësi akoma dhe më të madhe si do të zgjidhet ky problem. Unë nuk mendoj unë kush jam unë, por jo çdo gjë që do themi ne, jo çdo kërkesë që do themi, që do bëjmë ne, do jenë 100% sakta. Unë nuk mendoj që duhet shfuqëzu ligji 7501, nëse unë e kuptoj. Kjo është me tokën. Nuk duhet shfuqëzu kurrë në kurrës, për arsye se do të krijojë më shumë probleme se sa do të zgjidh probleme. Por njerëzit, shqiptarët, që pretendojnë se kanë pas toka para se të vinte komunizmi që nuk ishin shit, ishin të tyrët. Edhe këto toka nuk ju kthyn. Këto toka, këto troje, duhet i vlerësoj tashtin me trekun e sotëm. Duhet i vlerësoj qeveria e ardhshme, jo këto dy qeveri, kurvat komunizmit, se janë dy qeveri komuniste këta, që kanë bo vjedhjet, por qeveria që të vjerë, duhet i vlerësoj të gjitha, të vejtë çmimin aktual që është sot në treg për dëllim të atyre tokëve, të llogaris humbjet e familjeve që mund të kenë pas që nga koha e komunizmit e deri më sot. Edhe të diskutohet se si këto dëmë shpërblehen këta njerëz, tokat që ekzistojnë, që si ga dalë kush për sot, natyrisht të kthehen. Atyre që janë zotër të vërtet që kanë qenë den babaden, edhe që vërtetohet, tokat që janë dhënë me 7501 të tjerëve, në qoftë se ato dëshirojnë t'ia kthejnë për një shpërblim, këtyre le t'ia shpërblejnë, por s'duhet marrë me forcë. Se edhe ato, me kaq mund se kanë po, ndoshta kishin blej këtë tokë.
Nuk duhet marrë, por për para se të bëhen, të mos njihet asnjë lloj pronësie që i është dhënë çdo lloj pronari gjatë këtyre 37 vjetëve për tokët që ata kanë kërkuar den babaden sa është po. Një falsifikim i madh i vjedhje e madhe e pronave, por të organizohet në radhë parë, të ngrihet një komision i pamshëm që të mos bazohet kryesisht, mendoj unë, me tapit turke të Osmanlishtes, për arsye se turqit kanë hik nga Shqipëria në 1912, edhe komunizmi ka ardhur në 44, që i bjen afër 30 vjet. Gjatë këtyre 30 vjetëve, pronët mund të jenë tjetërsu, por ekziston mundësia që në qoftë se këto kanë pas tapit akoma të kohës së turkët osmanlishtes, kur flitesh osmanlisht edhe tapit do kenë që shkruajt në osmanlisht. Ekzistoj mundësia që këto toka nuk kanë shitjen pronët të tyre, por për këto duhet në radhë të parë, për para se të fillojmë, edhe njëherë kthimin e pronëve, apo shumën e parave, të barabarta me pronën, ne duhet ngrejmë njëherë të pezullojmë, ligjërisht, çdo lloj tapie që është dhënë, nga 91 deri më sot, çdo lloj kompanie dhe çdo lloj privati që pretendon se kanë marrë tokën kur të tjerë se kanë marrë, se dhe kjo është një shenjë korrupsioni, kanë paguajtur në dorë, kanë pas lidhje ata që kanë marrë, edhe përdesë kanë atësa e kanë marrë, atësa se kanë marrë duhet mos njihet askujt se ka mjaft korrupsion. Por përpara duhet ngrihet një komision shtetëror i panshëm me njerëz profesionistë që të nxjerrin komplet pronat nga 12 deri në 44, të saktësojnë kur të kanë qenë. Se ndryshe ma i mendon, unë po të pyes xhaxhallarët e mi që janë më pleq se unë 2 herë. Ata nuk e din pronat e veta që kanë pas gjyshtër tanë saktësisht. E jo më të din kalamajt e këtyre rjepat sakëve që janë bile më tri se unë. Por ne nuk mund të ndajmë tokat as me legjenda, as me gojdhon, as me bazime, as me spekulime, por përpara duhet ngrit një komision të kthejmë të gjitha çka janë nga osmanlishtja, ku t'i gjejmë ato prona, pastaj të ndërtojmë ato që janë me ligjet të sakta. Kur ta kemi këtë të saktësume, atëherë kur shto që s'ka marrë pronën e vet, por është i pakonstitushëm, që ka qenë pronar i ligjshëm i kësaj toke dhe nuk është dëm shpërbly, qeveria të shpërblej, ne kemi pasuri pafund me dëm shpërbly, me një kovë naft që shesim ne, që kanë shqit këto maskari dhe nësot, dhe do të gjejmë pronët, do të kërkojmë ne, do të kërkojmë me çdo kusht mendimin e institucioneve kundër korrupsionit në përbot, se ku i kanë çu paret këto që kanë vjedh e kanë shqit pronët e tona, me çfarë kompanish që i kanë fshe, do t'i kërkojmë dhe do t'i gjejmë, gjithë e do t'i kthejmë, edhe ato para që kanë bë këto maskarej, edhe i kanë fut këto në real estate, apo i kanë në për banka offshore, kudo që i kanë, do t'i kthejmë dhe do të shpërblejmë njerëzit, por jo t'jo marrim çka është dhënë në 7501 njerëzve, që u dha ajo qeveri që u shpërba, edhe s'kishte në atë moment as edhe një alternativë më të mirë. Nuk ekzistonte atëherë alternativa më mirë, se ne nuk dinim asgjë. Bile i vum flakën arkiveve në atë kohë. Me këta idiotët e PD-s, se po shkatrojmë komunizmin, shkatrojmë çdo gjë tonën. Pra, unë nuk jam me anullimin e ligjet 7501, janë gjëra të diskutohen, këta nuk janë ato çka quhen që solli mosai, që janë të dhënë gur, edhe nuk kthehen, por këto janë shenjë të para një gjoje që po ndodh për herë të parë në Shqipëri, për ta kthy dinjitetin shqiptarit po shtrum që i kanë marrë pronët, edhe s'ja kanë kthy akoma, edhe tallët sot Edi Rama
me klikën e tij e një Sali Berisha, me oligarkët rreth tij, me shqiptarët me pronën e tyre, edhe jo falin botës. Jo vetëm vetës, po jo falin botës vetëm që të rinë pushtet. Pra, anullimi kë më gjanë, si kemi thënë, me spec. Anullimi i ndryshimeve të kushtetutës të vitit 2008, jo vetëm i saj, po çdo ligj që ka dalë nga 1990 dhe këtej, por njëkohësisht edhe që ose kemi pas kushtetutën shqiptare dhe rishikohet. Kushtetuta jonë duhet rishikohet. Duhet merret më mira që ekziston, e që mbron kombin, që mbron shqiptarin, që mbron shtetin shqiptar, që mbron pronët tona, anët më të mira, dhe duhet të hiqet çdo lloj ligji që është ligj për të mbrojt klasën e pasur dhe ata që janë pushtet, kundër interesave të kombit. Kjo nuk është kthim mrapa. Kjo është i kthesh dinjitetin Shqipërisë, kombit shqiptar. 3 ishte kjo. 4. Përgatitja e zgjedhjeve të reja dhe adoptimi i kodit zgjedhor të Kosovës ku përfshihet numërimi në vendet e votimit me transparencë, me komisione, numëruesish me profesionistë të profesioneve të licencura si avokat dhe mësues, thot kjo. Unë nuk e di nëse mësues është shumë e domosdoshme. Vlezër e motrës, çka do thot kjo? Unë nuk mendoj dhe nuk e di se kam lexuar kushtetutën e Kosovës. Por unë nuk mendoj që ka qenë e domosdoshme të thuhet kodi zgjedhor i Kosovës. Por në qoftë se ky kod zgjedhor i Kosovës është superior ndaj asaj që kemi ne, që është një kod zgjedhor për të mbrojt Berishën edhe Ramën, edhe për t'i vënë komën fyt popullit shqiptar, se nuk voton, askush nuk votohet në Shqipëri. Vetëm e mrohen nga këto 2 maskaret që du më difusin burg për krimet që kanë bo. Pa tjetër që duhet bo. Kosova paska edhe duhet ketë edhe Shqipëria. Atë që kutit e votimit në mrohen, aty ku bohen zgjedhjet. Unë kam qenë deputet vetë, edhe unë e di këtë pislikun që ka qenë nga 90 e këtej. Në Manës, në fshatin tim, në Manës, kur unë isha kandidati pavarur kundër atit hajdutit ordinar, që ka qenë avokat, Spartak Braho. Në Manës, në fshatin tim, u numërun votët dhe dola mbi 80%, ku ishte një fshat gjysma ishin socialist, e gjysma ishin demokrat. Në fshatin tim, kur u numërun aty, unë kisha 84%, pra është 100% votëve. I gjithë fshati socialist demokrat votoj për Sami Gjokën. Unë që po e flas juve këtu, që si ishte as demokrat, as socialist, po ishte biri tyre. Edhe kur janë numëru votat në Sukth, unë s'kam pas as një vot, edhe po të shkosh edhe sot e kësaj dite në komisionin zgjedhor në Tiranë, unë s'kam as një vot, është 0. Të gjithë dokumentat janë tjetërsu dhe unë s'kam as një vot. Kjo tregon, vëllezër e motra, sa e rëndësishme është që votat të numërohen vetëm aty ku bëhet votimi, edhe jo të shkojnë me makinat, të ndrohen kuti, të fusin letra, të nxjerrin letra, edhe pastaj të numërojnë në vendet të tjera ku duan ato. Kjo nuk është kthim mrapa. Kjo është bosh ato që duhet bë për të ecë përpara, vëllezër e motra. Pra, edhe një herë, në qoftë se Kosova e ka këto që të numërosh në vend, unë jam absolutisht dakord, vetëm që duhet përpilu pak me kujdes, për arsye se nuk dum që nesër pas nesër ta tjetërsojnë këta, si ndoshta që është një shtetë dhe kanë drejtë ta kundër korrupsionit, dërso që ta tjetërsojnë të fusin fitilet e përçarjes zilisë, ku të dio midis shqiptarëve
këtej e përtej kufirit. Çmontimi i sistemit kriminal të patrishonizmit dhe abuzuesit dhe shpërdoruesit të dhënave personale. Vëllezër e motra, si qenë ka kthim mrapa që të shmontosh një sistem kriminal ku njerëzit paguhen me rrogët me taksat e shqiptarëve, paguhen me taksat e shqiptarëve për të shërbyer një partie politike që i vën punë. Patjetër që duhet shmontu ku është fashizmi këtu, ku është kthimi mrapa këtu, që të heqësh zgjepën ti, që të kërkosh diçka transparent dhe të pastër kur shteti nuk abuzon kur ne japim votën, edhe të vej në punë të hapi vend të pune, për njerëz të marrin rrogat vetëm të pinë kafe, por ama të jenë detyrojnë të afërmit e vet të votojnë për partinë për shtet. Patjetër që duhet shmontu. Ku është fashizmi këtu? Ku është kthimi mrapa këtu që ca idiot thonë, po na çon ke baktit, po na çon ke malet, dhemjet. Pështirosje e kombit. Ato janë zgjidhje që kemi ne që marrin këtë qeveri kriminale, të dy qeverit, sistemin dhe shëtem, në pushtet. Tjetër, është 6 kërkesa. Ndalimi i shitblerjes së tokës freehold për individet, bizniset dhe kompanit e huaja dhe të lejohet vetëm qërimarrja, pra leasehold. Edhe kur e kanë marrë vëllezër e motra, Anglia, Hong Kongun, është marrë me qëra, 99 vjet, edhe është kthy prap Kinës. Të japësh të falësh shtetin, atë cop tokët vogël dhe kun breg detit, nuk është bile t'ishte hajde t'ishte në Lur, fjala vje, apo t'ishte liqeni Monzës mes Durrësit, por në breg të detit në Kufi, në Gjirokastër në Dropull, në Sarand, të falësh tokën të hujve, të cëngosh Shqipërinë, kjo është kriminallik, kjo është hajdutlik. Në kthyn mrapa, thot, si më të kthyn mrapa ty kur kërkojnë mbrojtjen e integritetit tokëve tuja, mor idiot, mor maskara, mor psikopat, mor zgjebe. Jepe tokën me qira. Pra unë si pronar, jo shteti, i Zvërnecit, 10 veta, që jemi pronar të liqshëm të asaj toke, që mund të shesim, Zot në lejoj shteti. Pra unë ngrihem, se unë jam një maskara, unë ka morë në shtetësin greke, unë tjetri ka morë në shtetësin gjermane, tjetri jeton Amerikë. Fëmijët e tyre s'do kthehen më kurrë, por janë pronarët e Zvërnecit. Ata mund binë dakord me shit tokën dhe shesin ndoshta se kanë shit Shqipërinë, por qeveria dele dhe thot, ligji im nuk të lejon ty t'ja shesësh një të huj kompani, apo privat qoftë, tokën shqiptare, mund t'ja japësh me qira, të ndërtojnë atë që në qosën neve na pëlqen projekti i lejojmë. Por jo shteti ta shesi vetë, tokën shqiptare, ku është këtu kthimi mrapa, mor idiot, mor psikopat, se bëjnë vjersha. Vjersha kam kuptimin që flet tralala, janë fashist ato, kjo është vjersh. Janë kundër Trumpit ato, kjo është vjersh. Na trego, kur thu janë kundër Trumpit, na trego që kanë dalë ata që ne nuk duam ta investoj Trumpi, por ta investoj për shembull ky tjetër nga Kroacia. Këtu ti, ja ku kam dokumentin që protestuesit thonë që nuk duam në Zvërnec të vi Kushneri, se Kushneri është që fut, se kështu do ky, këto do ky maskarat në nxjerr neve, por thonë që të vi Filan Fisteku nga Kroacia. Këtu ti mund thush që këta janë kundër familjes Trumpit më krysh kurve, po jo kur thonë që ne jemi kundër shitjes së tokës son të hujve, që ne jemi kundër falsifikimit, që ne jemi kundër vjedhjes së pronëve të vjedhjes shqiptarëve, që ne jemi kundër një shteti që mbron pronarët e huaj kundër pronarëve shqiptar. Ku është kthimi mrapa këtu, mor zagar?
Mor idiot! Or skjepet e kombit. Anullimi i ligjit të heqjes së kufisimeve të zonave të mbrojtura, ku është të keqja këto? Ku është të keqja këto të mbrojmë këta? Por, ti si shtet, mund t'i kërkosh Evropës, mund t'i kërkosh botës, para që ta mbroj këtë zonë dhe mos bëj investime, se unë kam nevojë të bëj investime, po është një zonë mbrojtur që i shërben jo vetëm mjedisit Shqipërisë, në një rryp toke jemi që i shërben planetit. Prandaj vëllezër e motra, duhet të shikojmë me kujdes se këto maskareqen e kemi dhe çdo zorraxhiu që i shkon mrapa këtyre me çdo kusht, po mundohen të tërësojnë me vjersha pa baza, pa argumenta. Me vjersha, sa është vjersht kjo, janë fashist, kësë është fakt. Janë fashist, janë kundër Trumpit, kjo është vjersht. Duhet në këtejnë mrapa, në bëjnë bari, këto janë vjersha. Që mere ligjin, aktualisht, ku është të keqja, që të ndalohet që të blerja, kompaniva po individëve të huj, edhe në qofë se ato duhet të investojnë, pra në qofë se pronari i zvërnesi do t'ja shesi, të sigurohet shteti që nuk shqitet, por jepet me qëra. Jo shteti t'ja vjedh tonën atë tokën shqiptareve, e t'ju ashes të tyre që nuk ja ka shqit fare, ju a falë atyre, ja monin, lajnë para dhe vetë dhe ju a falë atyre, që të rinë vetë në pushtet. Në pushtet të qeverisin ka një vend. Edhe si del kë, se kë ka dalë aty, po të shikoni me kujdes, edhe thot, ti përzente, thot, po ti përzej Gjermania, ato shqiptarët që janë për Italia, në Gjermania, ku të diun, se ne duhet të përzejmë, thot kë. Kosovës, pas numërimit të rreth 20%. Të shikojmë nëse mund të gjejmë, falje vetëm një sekonde. Ku vin këto reklamat. Ja po ja të rëgojnë juve se lami të gjeni vetë, se unë stili bëj këta. Një sekund. Ja, po gjenë. E fillimit, kthehet një gjë krejtë tjetër. Kryeministri Rama në editorialin e podcastit flasim dalet në ato që i quan simptoma nga protesta, të cilat thot se e shqetësojnë edhe duhet të shqetësojnë çdo që është interesuar që gjërat të shkojnë më mirë në Shqipëri, jo të shkojnë më keq. Nëse ka një agent protesta për të penguar Shqipërinë në të katër anët dhe përmes pengesës për të krijuar një frustrim dhe pastaj për t'i bërë njerëzit që të thonë hajde se po e heqim të qeveri vetëm që të në lini rahat, shemshën që është përdorur edhe këtu. Ja, shiko. Ky thot që ne duam të heqim këtë qeveri që të rrim rahat. Jo më maskara. Ne nuk duam thjesht heqim qeverinë. Ne duam të heqim qeverinë që të dhimë të bim drejtësinë, që të vejmë para drejtësisë çdo person që ka dhjell, që ta fillojmë pastërtinë, që të bëjmë qelizmin, që të morim pronat mrapshe në keni vjellë më maskara. Nuk është që ti ikesh ti e të vitë në pushtet dhe maroj, ne aty duam të fillojmë. Të ikesh më maskara që mos zëtërohemi në vlavrasje, të vrasim ty edhe këtë hale që të mbron ty. Se po deshe këtë do të bojmë, do të shinonen, do të vrasim pasaj pa dashje ndoshtë dhe fëmin tatë mërë klishkurve, që se dum në kur. Nuk dum krime më maskara, dum t'ikësh dhe në është ti edhe klyshet që kanë bo krime dhe jo populli thjesht, jo protestusit dhe jo të që të mbrojnë ty, se pa e ditë sepse të mbrojnë, po që s'kanë bo asë një krim, mërë shkordat, mërë idiot. Monitovarët, por që nuk ka për të funksionuar. Dëmi, pa tjetër që do t'jetë i madh edhe i panevojshëm. Pra, ky thot, mbjen molotollarët. Molotollarët i ke bo ti me Berisha më shkordhat, ato që kanë hedh bombat. S'po bën kjo protest. Kur ti boj kjo protest, vaj me det për ju. Nuk e duan ata. Që të vritet edhe një polici pa fashëm, që të mbron ty, që të vritet edhe një protestuesi pa fashëm, por në qoftë se ti na detyron ta bëjmë ata,
ti nuk do të mbijetosh, por ne dum largimin tat nga qeveria që të fillojmë edhe jo që të morojmë atë që kemi nisë më krysh kurve. Sepse aty do të fillojmë të nxjerrim ligjet e pastrëta edhe të hetojmë çdo vjedhje prone, çdo shkatrim vjedhjen që i keni bo ju me piramidat bashkë, që zdënonin njëri tjetrin, që tallin me Berishën e bini aty, por si keni marrë asnjë pronë, se s'mund t'ja marrësh pronën ti se ke prona vetë që i keni bo bashkë e keni vjell. Sipas meje. Sipas kryeministit Edi Rama, ka dhe një tjetër simptom shumë të neveritshme, që është bullizmi ndaj njerëzve në Facebook dhe në Instagram, duke ilustruar këtë me çfarë ndodhi në koncertin e Ylli Limanit. Ka dhe një komponent fashiste, një frymë fashiste. Vëllezër e motra, kjo është protesta më paqësore që ka pas në herë në botë. A do ketë aty këtu në njëri që do thotë gjona që ndoshta vin dash me protestën, pa tjetër se shpopulli ka kudo. Në çdo vend botës, ka në Amerikë, ka në Kinë, ka në Rusi, ka kudo ku ka, e kam lafin gjithë botën. Ka njerëz të pakënaqur që mund ta gjejnë mundësinë të shprehin diçka, por protesta është protesta më paqësore në botë dhe nuk po bullëzon njerëz se ata kanë fuqinë të marrin zvarr ty dhe ato policë që keti aty më shkërdhat. Por ata janë paqësorë. Ato thjesht po kërkojnë ju të shkonin në burg, nuk po kërkojnë derdhin gjakun tat në rrugë. Por në qoftë se ti e kërkon këta, ata do të gjesh o klyshkurve edhe ato që ishë vinë mrapa. E fryma fashiste nuk ka nevojë për uniforma dhe për armë. Fryma fashiste është fryma që thot Shqipëria është shqiptarëve. Pra, të thush që Shqipëria është shqiptarëve, është fashist. Shikojnë këtë klyshkurve, këta mbrojnë këto lakemër, këta zogarë, këta zgjibe. A e gjutë çfarë thamëra? Që të thush Shqipëria është shqiptarëve është fashist, se s'është shqiptarëve, se shqiptarë ky do t'i përzej në përbot, edhe të bjerë këtu të pasurit që të bën pare, edhe të bjerë punëtorët, fukarej nga botët se vënsojnë edhe klasën punëtore që të punojnë për ta. Pra t'i përzej. Edhe këto e krahason me Gjermaninë dhe Italinë ku pranojnë emigrant. Ato pranojnë emigrant, punojnë se nuk i kanë përzon të vetet më shkërdhat. Ne po flasin që ti po e dëbon, se krejtë rinia që jeton në përbot nuk kanë hik për qef në përbot, por kanë hik se nuk kanë një të ardhme në vendin e vetë, or klyshkurve, se ti dhe Berisha e keni shkatru këtë vend, e keni bo vetëm pronën e juj, edhe të shidoni t'i përzoni dhe t'i zëvendësoni shqiptaret. Gjermania nuk po kërkon t'i zëvendësoj Gjermant me të hujt mërë qeni. Italia nuk po i përzën italian të vetë, që, po edhe Italia po pranon. Po pranon, për nuk përzën të vetit, është krejtë ndryshme më shkërdhat kjo që panon në Shqipëri. Ti po i përzen shqiptaret më qeni. Se e ke bo jetën të pa durushme. Sa i let jetë Einstein në Shqipëri po s'pati lidhje me ty po me Berishën më shkërdhat, kur ishte se s'është Berishën për shtet. I ka dyrë të myll me shkilet me kom. Më qenë të birë qenit. Pra, të gjithë tjerët jashtë nuk janë të mirësardhur, si që të Gjermania, Gjermanëve do bë delja zez. Pra, si që ishte ore shkërdhat edhe herë, ato nuk po i përzejnë njerëzit e vetë. Ne nuk po themi që të mos lejmë njëri të vinë Shqipëri, kanë jetu me ne dhe do t'jetojnë. Edhe do t'i mirëpresim, por jo të përzejmë e të zëvendësojmë popullin shqiptar me popull të huj më shkërdhat. Sami Gjoka, ju përshëndet.